Kemi në studio Major Ëngjëll Sheun, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Faleminderit që pranon ftesën. Do të flasim për një stërvitje të përbashkët që po mbahet në Shqipëri të quajtur Joint Reaction 2015. Megjithatë, dua përpara se të nis bisedën në lidhje me temën tonë, të kujtoj se dje kanë humbur jetën 10 ushtarë të NATO-s, janë plagosur 10 të tjerë në një stërvitje në Albacete në Spanjë. Do doja që regjia të më ndihmonte me pamjet e ngjarjes, kur një avion F-16 grek është përplasur pasi nuk ka arritur të ngrihet, është përplasur në pistë me avion të tjerë të cilët ishin gati për të ngritur në ajër dhe për të marrë pjesë në këtë stërvitje. E theksojmë sepse është tragjedia më e madhe ndoshta vitet e fundit, të paktën kështu cilësohet nga burimet NATO-s. Edhe ne jemi një vend antar i NATO-s dhe na duhet natyrisht që të shprehim ngushëllimet për ata që humbën jetën në këtë tragjedi. Gjithsesi, kthehemi në studio për të folur për reagimi i përbashkët 2015. Çfarë është kjo, zoti Major? Atëherë mirëmëngjes dhe një herë, Major Ëngjëll Sheun nga Drejtoria e Operacioneve të Stërvitjes, Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Amëtosura. Stërvitja reagimi i përbashkët është një stërvitje në kuadër të iniciativës së shefëve të Kartës së Adriatikut, me pjesëmarrjen e vendeve të rajonit dhe e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku zhvillohet kjo stërvitje? Kjo stërvitje zhvillohet. Cili është qëllimi? Kjo stërvitje zhvillohet në vendin tonë, në periudhën qershor-korrik, dhe qëllimi i saj është rritja e bashkëpunimit dhe ndërveprimit rajonal, midis vendeve të rajonit, në përgjigjen ndaj emergjencave civile dhe ndaj krizave. Cilat janë vendet pjesëmarrëse? Se ne themi vendet e rajonit, po kam përshtypjen Serbia për shembull merr pjesë? Atëherë, themi është në kuadër të vendeve të Kartës së Adriatikut, A5, pra që janë vendet anëtare, Maqedonia, Malizi, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina dhe Kroacia. Gjithashtu vendet vëzhguese, Kosova dhe Serbia, si dhe janë ftuar gjithashtu edhe Bullgaria, Rumania dhe Slovenia. Kosova dhe Serbia marrin pjesë me ushtar, me forcat armatosura apo me oficerë që thjesht shohin? Atëherë, stërvitja është ndërtuar... Pa dashur të nxjerrë sekrete, ëh? Atëherë, skenari i stërvitjes është përgjigje ndaj krizave dhe skenari është improvisuar përgjigje ndaj një tërmedhje në rajonin e Shqipërisë. Ajo është e simuluar, pra nuk është me trupa, dhe pra vendet pjesëmarrëse dërgojnë personelin e tyre për të marrë pjesë në këtë stërvitje, për e cilat zhvillohet në qendër simulimi. Pra çdo gjë, skenari është ndërtuar në qendër simulimi. Qendër simulimi për tërmede, ky është i vetmi element që i bashkon në këtë stërvitje, për këtë ky është qëllimi? Atëherë... Për çfarë është e nevojshme në fund të ditës një stërvitje e tillë? Atëherë, duke ditur se Shqipëria është dhe rajoni, është një vend, pra është një rajon që emergjencat civile pra i ka goxha të dukshme dhe kohët e fundit pra ka treguar në Shqipëri me përmbytjet, gjithashtu kohët e fundit edhe në Bosnjë dhe në Serbi. Me të cilat në Bosnjë patëm një bashkëpunim shumë të mirë. Po, kemi pasur goxha bashkëpunim. Pra këto nuk janë të vetmet, pra dhe tërmetet gjithashtu janë goxha. Jemi zonë sismike, jemi zonë sismike dhe pra mund të jetë një fatkeqësi natyrore që mund ndodhë. Dhe nuk është se kjo mund përballohet vetëm me kapacitetet që ka një vend, pra por mund t'i kaloj ato dhe mund t'jetë nevojshme ndërhyrja edhe ndihma edhe nga vendet e rajonit edhe të NATO-s. Si koordinohet në të tilla raste? Ka një qendër operative ku vijnë telefonata, si funksionon? Se kam përshtypjen që për shembull ne kemi patur këtu pas kthimit nga misioni në Serbi, ku shkoi një grup shqiptarësh që ndihmuan atje, po ato janë forcat Ministrisë Brendshme ato të emergjencave civile. Si koordinohet mes Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë Brendshme? Atëherë duhet të sqarojmë diçka. Kjo stërvitje është iniciuar dhe është deklaruar nga Ministri i Mbrojtjes në Ministerialin e Kartës së Adriatikut në vitin 2013 dhe Ministria e Mbrojtjes vën në dispozicion gjithë infrastrukturën e nevojshme dhe mbështetjen për zhvillimin e kësaj stërvitje, ndërkohë që në bazë të ligjit të emergjencave civile dhe planit kombëtar të emergjencave civile, pra është Ministria e Brendshme ajo që ka kapacitetet dhe ka dhe strukturat për të dhënë pra
për të menaxhuar emergjencat civile, ndërkohë që Ministria e Mbrojtjes mbështet me infrastrukturën e nevojshme dhe me personel. Komandën e jep Ministria e Mbrojtjes? Jo. Ministria e Brendshme ofron arsenalin, le të themi? Kjo është në koordinim me Ministrinë e Brendshme dhe me institucionet e tjera. Pra kjo është një stërvitje institucionale ndërministërore. Dhe ne duam që me këtë stërvitje ta bëjmë sa më reale dhe të bëhet njëjta gjë siç ndodh në rast emergjence, pra duke ngritur Këshillin Ndërministror të Emergjencave Civile dhe duke stërvitur të gjithë elementët, pra të gjithë specialistët, liderët dhe drejtuesit e këtyre institucioneve për të komunikuar dhe për të reaguar dhe për të dhënë ndihmën në kohën e duhur, pra në rast të ndodhes së një emergjence civile. Pra siç thash, ne sapo zhvilluam konferencën fillestare planizuese. Kjo vjen pas zhvillimit të konferencës së specifikimeve teknike në muajin tetor, vitin e kaluar, pra ku janë përcaktuar të gjithë skenarët, koncepti i stërvitjes, pjesëmarrja, vendet pjesëmarrëse dhe konferenca fillestare vijon pastaj me konferencat e tjera kryesore dhe përfundimtare. E kemi ne efektive në këtë mënyrë siç e kemi ne forcën e reagimit në raste emergjencash, apo ndoshta për shembull Italia, po shikoja në dje dhe sot në internet, e ka ndryshe, ka emergjenca civile në Itali në forcën vete dhe më pas në rast se ka nevojë shkon dhe ushtria dhe ndihmon. Për shembull, regjia do dohet ndihmonte me disa pamje të një aksioni të emergjencave civile italiane, do kthyer edhe ose vendet e rajonit si e kanë të organizuar siç e kemi ne, si funksionon? Kjo është një rast stërvitje në Itali me përgatitin ata për emergjencat civile. Po. Strukturat, modeli që Shqipëria është i përshtatur me ato të rajonit edhe të vendeve të NATO-s, edhe për stërvitjen ne përdorim direktivën e stërvitjes të NATO-s dhe është dhe qendra koordinuese e NATO-s për menaxhimin e krizave, ajo e cila merr pjesë edhe në këtë stërvitje dhe ndihmon pra me eksperiencën e saj. Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë një ndihmës goxha të madhe dhe ata planifikojnë që të zhvillojnë edhe workshope dhe seminare të ndryshme për të ripar planin kombëtar të emergjencave civile. Po, du të them, e mban ushtria peshën kryesore me infrastrukturë dhe me mjete, apo është dhe drejtoria e emergjencave në Ministrinë e Brendshme? Si është ndarja me staf, me njerëz, kush e mban peshën kryesore tek ne? Atëherë pararoja në këtë është drejtoria e përgjithshme e emergjencave civile dhe Ministria e Brendshme, ndërkohë që Ministria e Mbrojtjes ka të gjitha kapacitetet e nevojshme dhe eksperiencën e duhur pra për të dhënë ndihmën e saj në momentet që i kërkohet. Po vendet e rajonit si paraqiten? Janë më të avancuara se ne në këtë proces apo jemi gati në të njëjtat hapa? Sepse në raste të tilla kur ka bashkëpunime të tilla ndoshta e sheh edhe me sy më qartë. Kjo stërvitje, një nga objektivat e saj ka që të testojë kapacitetet jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të rajonit edhe bashkëpunimin dhe koordinimin që duhet bëjnë këto vende që në mënyrë që të japin ndihmën e duhur, në kohën e duhur dhe në vendin e duhur dhe me anë të kësaj të evidentohen mangësitë që janë, pra qoftë nga vendi ynë dhe nga vendet e rajonit për të përmirësuar ato. Pra kjo është stërvitje e parë e këtij lloji në këtë kuadër, pra në kuadrat e vendeve të APS-s dhe nga kjo është bazë për zhvillimin e stërvitjeve të tjera, të cilat përveç në stërvitjeve të simuluara do të zhvillohen edhe stërvitje me trupa pra në të ardhmen. Dhe një tjetër pyetje. Stërvitja është për sa i përket tërmeteve, përgatitemi në rast të tërmetesh. Supozojmë se në një vend ndodh një tërmet i përmasave të mëdha. Është vetë ky shtet i cili zgjedh ndihmën e vendeve fqinje kush do ta ofrojë ndihmën në emergjenca civile apo ka një koordinim apo merr ndihma nga të gjitha vendet e rajonit? Si funksionon? Për shembull kur ne dham ndihmën në Serbi dhe në Bosnjë, ishte përcaktuar, ishte kërkesa e këtyre vendeve për të marrë ndihmë nga Shqipëria, si funksionon në raste të tilla? Atëherë në momentin e ndodhjes së emergjencave civile, pra kapacitetet që ka vendi i vë atë në dispozicion dhe
në varësi të madhësisë së kësaj emergjence kërkohet ndihma pra nga vendet e rajonit, vendet e NATO-s, vendet e tjera. Pra dhe kjo ndihmë duhet të jetë e koordinuar sepse mund të jenë shumë shtete që mund të ofrojnë të njëjtën gjë që ti mund ta kesh, por ty të duhet diçka tjetër. Pra kjo në thelb kjo stërvitje ka edhe këtë pra koordinimin e ndihmave e aseteve në mënyrë që të... Si të reagojnë vendet caktuara në momentet caktuara. Pra, vendoset rast pas rasti, nuk ka diçka të planifikuar. Major, ne të falenderojmë, ishte kënaqësi, ne ju urojmë punë të mbarë në misionin tuaj. Ne shpresojmë kemi sa më pak fatkeqësi. Po, natyrisht. Edhe se do ju lëm ju pa. Ama një njoftim duhet ta japim, ka një fatkeqësi, ka ndodhur. Facebooku dhe Instagrami nuk arrin dot, kanë rënë serverat. Prandaj kam 10 minuta që përpiqem të hyj edhe. Pak reklam dhe kthehemi të flasim për çmimin e miellit, bukës, glurit me zëvendës ministrin Alban Zusi.